Ndalo për një sekond dhe mendoje sinqerisht, a të ka ndodhur ndonjëherë kjo? Gjërat po shkonin mirë, vërtet mirë. Kishi një marrëdhënie që po funksiononte, ose një punë që po ecte, ose thjesht një periudhë në jetën tënde kur ndiheshe i stabilizuar, i sigurt. Dhe pastaj, pa e kuptuar si, gjithçka u shpërbë. Jo nga jashtë, jo nga fatkeqësia, por nga brenda, nga ti vetë. Bëre diçka që nuk duhej bërë, the diçka që nuk duhej thënë, u largove pikërisht kur duhej qëndruar, ose qëndrove pikërisht kur duhej larguar. Shkatrove atë çfarë kishe ndërtuar, dhe pastaj u ule në rrënojat e saj duke pyetur, pse e bëra? Nëse kjo të ka ndodhur ndonjëherë, vazhdo. Sepse ajo çfarë do të dëgjosh sot nuk është këshill e zakonshme. Nuk do të tregoj se si të jesh pozitiv ose të besosh në veten. Nuk do të jap formula magjike për sukses. Do të tregoj diçka shumë më të vështirë dhe shumë më të rëndësishme. Do të tregoj pse një pjesë e thellë e vetdijes tënde, një pjesë që nuk e njeh me emër, por që vepron çdo ditë, ka frikë nga suksesi. Pse e sabotoni veten pikërisht kur gjërat po shkojnë mirë? Dhe pse, pa e kuptuar, e bëni këtë jo nga dobësia, por nga diçka që dikur të ka mbajtur të sigurt. Jung tha, derisa nuk e bën të pavetdijshmen të vetdijshme, do ta drejtoj jetën tënde, dhe ti do ta quash fat. Sabotimi nuk është fat, nuk është rastësi, nuk është thjesht kështu je. Është komunikimi i heshtur i një plage të harruar. Dhe sot, bashk, do ta dëgjojmë atë plag për herë të parë. Nëse je gati të shohësh diçka që shumica nuk guxon ta shohë, qëndro, sepse kjo nuk është një video që të bën të ndihesh mirë. Është një video që mund të ndryshojë gjithçka. Paradoksi që askush nuk e flet. Le të fillojmë me diçka që duket e çuditshme, sepse është e çuditshme. Njerëzit kanë frikë nga dështimi. Këtë e dim. Frika nga dështimi është e kuptueshme, e pranueshme, e dukshme. E diskutojmë, e pranojmë, e trajtojmë. Por ka diçka tjetër. Diçka që rrallë flitet, rrallë pranohet, rrallë kuptohet. Njerëzit kanë frikë edhe nga suksesi. Jo nga dështimi, nga suksesi. Dhe kjo tingëllon absurde, apo jo? Kush ka frikë nga suksesi? Kush do ta sabotonte veten pikërisht kur gjërat po shkojnë mirë? Ti, unë, shumica e njerëzve, në momente të caktuara, për arsye që nuk i kuptojmë. Mendoje këtë skenë konkrete. Ke marrë një mundësi të re në punë, promovim, projekt i rëndësishëm, njohje publike, dhe pikërisht atëherë, vonohesh, lë punën në gjysmë, bën gabime elementare që nuk i bën kurrë. Ke filluar një marrëdhënie të re. Personi është i mrekullueshëm, nuk të lëndon, nuk të manipulon, është i pranishëm, dhe pikërisht kjo të shqetëson. Fillon të gjësh të meta, fillon sabotimin. Largohesh para se ata të largohen. E njeh këtë model? Ndalo për një moment. Pyete veten me sinqeritet. Ka pasur ndonjëherë momente kur gjërat po shkonin mirë dhe ti, pa e kuptuar, bëre diçka që i shkatërroi? Nëse përgjigja është po, dije se nuk je vetëm, dhe dije se ky nuk është faji yt. Jung e quajti këtë kompulsionin për të përsëritur, një forcë e pavetdijshme që na çon vazhdimisht drejt situatave dhe rezultateve të njohura, edhe kur ato rezultate janë të dhimbshme. Por pse? Pse do të na tërhiqte e njohura, kur e njohura na lëndon? Sepse e njohura është e sigurt. Jo e mirë, e sigurt. Dhe truri ynë, veçanërisht ajo pjesë e tij e lashtë e primitive, e programuar për mbjetesë, preferon të njohurën e dhimbshme mbi të panjohurën e bukur. Sepse e panjohura, pa marrë parasysh se e bukur është, mbetet e panjohur, dhe e panjohura mund të jetë rrezik. Dhe ky është paradoksi themelor. Suksesi, lumturia, marrëdhënia e shëndetshme, mundësia e re, të gjitha janë të panjohura nëse je rritur pa to. Pjesa e dytë, identiteti që nuk lejon ndryshim. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse frika nga e panjohura shpigon një pjesë, jo të gjithën. Këtu vjen diçka që Jung e quajti komplikimet e identitetit.
Çdo njeri ka një imazh të brendshëm të vetes, jo atë që thot me gojë, por atë që e beson thellë, pa fjalë. Kush jam unë? Çfarë meritoj? Çfarë është normale për mua? Ky imazh formohet herët, shumë herët, në fëmijëri, nga përvoja, nga mesazhet e nënkuptuara, nga ato gjëra që vërejtëm dhe ato gjëra që humbëm. Nëse u rritë në një mjedis ku gjërat nuk shkuan kurrë mirë për shumë kohë, nëse u rritë në një mjedis ku pas çdo të mire vinte diçka e keqe, truri yt ka mësuar, lumturia është e përkohshme, stabiliteti është iluzion. Mos u mëso shumë me të mirën sepse do ta humbësh. Nëse u rritë me mesazhin e nënkuptuar se nuk je i mjaftueshëm, se suksesi është për të tjerët, jo për ty, atëherë identiteti yt i brendshëm e ka fithur këtë, e ka bërë të veten. Atë mesazh nuk e zgjodhe ti, por fëmia nuk di të bëj dallimin midis ky person mendon kështu për mua dhe kështu jam unë. Thjesht absorbon, dhe ajo çfarë absorbon bëhet e vërtetë e brendshme. Dhe çdo herë që realiteti jashtëm bie ndesh me atë imazh të brendshëm, çdo herë që suksesi të thot je i mjaftueshëm, ndërsa identiteti yt thot nuk je, krijohet tension i dhimbshëm. Kështu që kur suksesi afrohet, kur jeta të thot, ja, e meriton këtë, ndodh diçka e çuditshme. Nuk gëzohesh plotësisht. Ndihet një tension i pakuptimt, sikur diçka nuk shkon. E jashtëmja, je i mjaftueshëm. Brendja thot, jo, nuk je. Dhe truri e zgjidh këtë tension, gjithmonë. Mënyra më e lehtë e zgjidhjes, ktheje realitetin e jashtëm në përputhje me identitetin brendshëm. Me fjalë të tjera, saboto suksesin, të kthehesh në zonën e njohur të nuk jam mjaft i mirë. Kjo nuk është logjik, është psikologji e thellë. Jung tha, njerëzit do të bënin çdo gjë, sado absurde, për të shmangur ballafaqimin me shpirtin e tyre. Sabotimi është ajo çdo gjë absurde. Është mënyra si shmanget ballafaqimi me një të vërtetë të thjeshtë por të frikshme. Mund të jem dikush tjetër, mund të meritoj diçka më ndryshe, mund të ndryshoj. Pjesa e tretë. Hija, armiku i fshehtë i suksesit tënd. Ka një koncept në psikologjinë e Jungut që e fsheh përgjigjen e plot. Ai e quajti hija, the shadow. Dhe hija nuk është diçka e keqe brenda teje. Hija është gjithçka që ke shtypur, fshehur, mohuar brenda vetes, emocionet, cilësitë, impulset, sepse mësuhet se janë të rrezikshme, të papranueshme ose të pahiqshme. Por ka edhe një dimension të hijes që rrallë diskutohet, diçka që Jung e quajti hija e artë. Hija e artë nuk janë ata cilësi negative të fshehura. Janë cilësi pozitive të fshehura. Talenti që ke mohuar, sepse kush jam unë të kem talent? Ambicia që ke shtypur, sepse u quajt arrogancë. Dëshira për sukses që ke fshehur, sepse njerëzit e mirë nuk janë kaq ambicioz. Kjo është hija e artë. Dhe ajo është po aq sabotuese sa hija e errët. Imagjino një fëmijë të vogël. Fëmia bën diçka mirë. Vizaton, këndon, tregon histori dhe ndihet i shkëlqyer, i plot, i gjallë. Por ndodh diçka. Ndoshta një i rritur qesh, ndoshta dikush thot, mos u bëj mall. Ndoshta vllai ose motra merr vëmendjen pikërisht atëherë. Ndoshta rregulli i nënkuptuar i familjes ishte mos u duk shumë, mos shkëlqe shumë, mos kërko shumë hapësirë. Dhe fëmia mëson. Mëson të fsheh shkëlqimin, mëson të zbut suksesin, mëson të mos ngrihet shumë, sepse sa më lart ngrihesh, aq më dhimbshëm bie. Ky fëmijë rritet. Dhe kur, si i rritur, i afrohet suksesit real, aktivizohet ai programi vjetër. Fshihe, zbute, saboto, kthehu. Jo si një vendim i ndërgjegjshëm, si refleks i lashtë, i ngulitur thellë. Jung tha diçka thelbësore. Derisa nuk e bëjmë të pavetdijshmen, të vetdijshme, ajo do na drejtoj jetën dhe ne do ta quajmë fat. Hija e artë, ai talent, ajo ambicie, ajo dëshirë shtypur, nëse nuk integrohet, nëse nuk pranohet dhe nuk jetohet, bëhet forcë sabotimi. Sepse suksesi real
kërkon ta shfaqësh atë pjesë të fshehur. Dhe nëse ajo pjesë të duket e rrezikshme, nëse ta shfaqësh, do të thotë të jesh sërish ai fëmijë i ekspozuar, i rrezikuar, i mundshëm për t'u goditur, sabotimi duket si zgjidhja e vetme e sigurt. Por pse ndodh kjo? Nga vjen kjo frikë e thellë nga suksesi. Jung besonte se përgjigjja gjendet gjithmonë në historinë tonë të hershme. Jo si justifikim, por si kuptim. Nga dashuria e kushtëzuar, që të mësoj se zhgënjimi ka pasoja. Kështu që nuk arrin plotësisht që të mos zhgënjesh. Nga mjedisi i paqëndrueshëm, që të mësoj se pas çdo periudhe të mirë, vjen diçka e keqe. Kështu që e shkatëron vetë, para se ta shkatëroj jeta. Nga vuajtja që sillte vëmendje, që të mësoj se kur ishe mirë, të harronin. Kështu që qëndron në dhimbje, sepse dhimbja sillte lidhje, sillte dashuri. Nga besnikëria heshtur familjare, që të mësoj se të shkosh larg ndihet si tradhti. Kështu që qëndroni mesëm, që të mos i lesh pas. Mundohuni të mos e kuptoni këtë me gjykim ndaj prindërve ose familjes. Ata bën çfarë dinin dhe ju bët çfarë mund të bënit me atë çfarë morët. Kuptimi nuk është për t'u akuzuar, është për t'u çliruar. Pjesa e 5. Çfarë ndodh kur nuk e adreson? Shumë prej jush do të dëgjojnë deri këtu dhe do të thonë, po, ndoshta, por edhe kështu jam i mirë, ja ku jam. Dhe kjo është e vërtet, mund të funksionosh, mund të arrish gjëra, mund të jesh i mirë edhe me sabotimin, por ka çmim. Çmimi i parë, jeta në nivelin -1. Imagjino potencialin tënd si nivel 10. Deri tani ke arritur ndoshta nivelin 5 ose 6 dhe ke hasur dhimbjen e sabotimit çdo herë që i afruar nivelit 7 ose 8. Sa mund të arrinje nëse do të kishe leje të plot të arrije? Çmimi i dytë. Lodhja e vazhdueshme e përpjekjes së dyfisht. Çdo ditë lufton me dy forca, dëshirën për të arritur dhe sabotimin. Kjo është luftë e dyfisht, shtërruese. Arrin gjysmën e asaj çfarë mund të arrije dhe harxhon 2 herë më shumë energji. Çmimi i tretë. Marrëdhëniet gjysmake. Nuk mund të jesh plotësisht i pranishëm me dikë tjetër nëse nuk lejon veten të jesh i plot. Lidhjet qëndrojnë sipërfaqësore, jo sepse nuk do afrimitet, por sepse afrimiteti kërkon të shohesh edhe ato pjesë që ke fshehur. Çmimi i katërt. Të mësohesh me pyetjen çfarë do të kishte mundur të ndodhte. Kjo është çmimi i fundit dhe më i dhimbshëm. Të arrish në fund të jetës dhe të pyetesh, jo me trishtim akademik, por me dhimbje të vërtet. Çfarë mund të kishte ndodhur? Sabotimi i vazhdueshëm nuk është vetëm humbje suksesi, është humbje e jetës së tënde të plot. 5 mjete konkrete për të ndërprer ciklin. Mjafton teoria. Tani le të flasim për atë çfarë bën sot, jo nesër, sot. Sepse kuptimi pa veprim është thjesht njohuri e re, dhe jeta nuk ndryshon nga njohuria e re, ndryshon nga veprimet e reja. Mjeti i parë, emërtimi i momentit. Kur ndodh sabotimi, kur ndjen atë tërheqje drejt destruktivitetit pikërisht kur gjërat po shkojnë mirë, ndalo dhe emërtoje me zë madje edhe vetëm brenda mendjes. Ky është sabotimi, nuk jam unë, është programimi i vjetër. Ky dallim midis unë dhe programimi është kritik. Sabotimi nuk është identiteti yt, është një model i mësuar, dhe modelet e mësuara mund të rimësohen. Jung besonte se vetdia është po aq e fuqishme sa pa vetdia, por vetëm kur aktivizohet. Emërtimi aktivizon vetdijen. Mjeti i dytë. Pyetja e kundërt. Kur zëri brendshëm thot, ndoshta nuk e meritoj, ose ndoshta nuk jam gati, ose gjërat nuk mund të shkojnë kaq mirë, mos e lufto drejt për drejt. Pyete, nëse do të besoja thellë se e meritoj këtë, çfarë do të bëja tani? Dhe pastaj, bëja atë gjë. Nuk ke nevojë të besosh fillimisht. Veprimet ndryshojnë besimet,
jo në sjelltas. Çdo herë që vepron sikur e meriton, truri regjistron. Ndoshta e meritoj. Mjeti i tretë, lejedhënia e vogël e suksesit. Shumë njerëz mendojnë se zgjidhja e sabotimit është guxo të arrish gjën e madhe. Jo, fillo me gjëra të vogla. Çdo ditë, zgjidh një moment ku lejon veten të arrish, pa e sabotuar. Pranoje komplimentin pa e minimizuar. Gëzoje arritjen e vogël pa e krahasuar me çfarë ka mbetur. Kryeje detyrën plotësisht, pa e lënë gjysëm. Çdo moment i tillë ndërton identitetin e ri. Jam dikush që lejon veten të arrijë. Dhe identiteti ndryshon me prova të grumbulluara, jo me deklarata të mëdha. Mjeti i katërt, shqyrtimi i mesazheve të trashëguara. Merr një fletë dhe shkruaj: çfarë ka besuar familja ime për suksesin, parat, lumturinë. Pastaj pyete: cilit nga këto besime i besoj akoma, pa e vënë ndonjëherë në dyshim? Nuk kemi zgjedhur besimet e para, por kemi zgjedhjen nëse do t'i mbajmë. Jung tha se individi i pjekur është ai që e ndalon pavetdijen e trashëguar, e shqyrton, e vlerëson dhe zgjedh me ndërgjegje çfarë ruan dhe çfarë lëshon. Mjeti i pestë, krijoni ekipin e dëshmitarit. Sabotimi lulëzon në heshtje dhe izolim. Gjej një person, vetëm një, të cilit mund t'i thuash: kam vënë re se sabotoj veten kur gjërat po shkojnë mirë. Do doja të ndanja me ty kur ndodh, sepse thjesht ta them me zë më ndihmon të ndaloj. Ky person nuk duhet të të japi këshilla, duhet vetëm të dëgjoj. Fakti se dikush tjetër e di, dikush i vërtet, jo vetëm ti, krijon llogaridhënie, dhe llogaridhënia ndryshon sjelljen. Nëse njëra nga këto 5 mjete të ka folur, nëse ke ndjer po, për këtë kam nevojë, lë një koment poshtë, shkruaj: zgjedh të lejoj veten të arrijë. Ky mund të jetë fillimi. Pjesa e 7, zinxhiri i fundit, identiteti i ri. Por edhe kur aplikon mjetet, edhe kur ndërhyn, emërton, pyet, ka diçka që mund të tërheq prapa. Është pyetja e thellë e pashqiptuar. Nëse ndryshoj, nëse ndaloj sabotimin, kush bëhem? Identiteti i vjetër ka qenë me ty shumë kohë, e njeh, është shtëpia jote psikologjike. Identiteti i ri, ai që lejon suksesin, që qëndron kur gjërat shkojnë mirë, ndihet i huaj, i rrezikshëm, edhe nëse është më i mirë. Jungu e quajti këtë vdekja e vetes së vjetër, sepse ndryshimi i thellë kërkon lëshimin e diçkaje, dhe lëshimi, edhe të gjërave që na dëmtojnë, ndihet si humbje. Por ja çfarë nuk ta thot askush, identiteti i ri nuk ndërtohet me njëherë, ndërtohet moment pas momenti. Çdo herë që ndalon sabotimin, po ndërton identitetin e ri. Çdo herë që pranon diçka të mirë pa e minimizuar, po ndërton identitetin e ri. Çdo herë që qëndron kur impulsi thot largohu, po ndërton identitetin e ri. Dhe po, do të ketë regres, ditë kur sabotimi fiton. Kjo nuk do të thotë se ke dështuar, do të thotë se je njëri. Ndryshimi nuk është linear, është spiral. Kthehet te pikat e vjetra, por çdo herë nga një nivel pak më i lartë. Mbyllja. Historia ndryshon këtu. Tani di pse ndodh sabotimi, di nga vjen, di çfarë mund të bësh, por njohuria vet nuk ndryshon asgjë. Ndryshimi ndodh vetëm me zgjedhje. Imagjino 2 vija paralele. Njëra, e vjetra, vazhdon drejt, i afrohet suksesit, e ndjen të rrezikshëm, e saboton, kthehet te e njohura, i njëjti rreth, i njëjti version i vjetes, i kufizuar jo nga mungesa e aftësisë, por nga besimi se nuk ka leje të jeti plot. Tjetra, e reja, fillon pikërisht këtu, me njohjen e parë të modelit, me emërtimin e parë të sabotimit, me lejen e parë të vogël, plot hezitime, por të vërtet, për të arritur. Nuk ke nevojë të bëhesh person tjetër. Nuk ke nevojë të fshish historinë. Nuk ke nevojë të pretendosh se plagët nuk ekzistojnë. Duhet vetëm të kuptosh, vërtet, thellë, jo vetëm intelektualisht, se fëmia i vogël brenda teje
Ai që mësoi ta fshesh shkëlqimin. Ai që mësoi të sabotoj para se të lëndohej. Ai bëri çfarë dinte. Bëri çfarë kishte mësuar. Por ai fëmijë nuk je ti sot. Sot ke diçka që ai nuk kishte. Zgjedhje, vetdije, leje. Leje për të arritur. Leje për të qëndruar. Leje për të gëzuar atë çfarë ndërton. Leje për të qenë dikushi që e meriton të mirën, jo si shpërblim, jo si rastësi, por si e drejtë themelore njerëzore. Sabotimi që ke bërë deri tani nuk ka qenë fat. Nuk ka qenë karakter. Nuk ka qenë destinacion. Ka qenë programim, i shkruar shumë kohë më parë, nga një version shumë i vogël i yti, në kushte shumë të ndryshme nga ato sot. Dhe programimet mund të ndryshojnë. Sot, pikërisht sot, ke parë diçka në pasqyrë që ndoshta e ke shmangur për vite. Ke parë fëmijën e vogël brenda teje që mësoi të fshehë shkëlqimin. Ke parë hijet të errta dhe të arta që të kanë sabotuar. Ke parë identitetin e vjetër që ka mbrojtur territorin e vet duke të mbajtur të vogël. Dhe kjo është diçka, sepse nuk mund të ndryshosh atë që nuk e shikon. Por tani e ke parë. Dhe tani, me atë çfarë ke kuptuar sot, ke dy opsione çdo herë kur ndjen atë tërheqje drejt sabotimit. Ose lejo programin e vjetër të veprojë dhe vazhdo ciklin, ose emërtoje, ndalo dhe bëj zgjedhjen e re, qoftë edhe të vogël, qoftë edhe të vështirë, qoftë edhe me duar që të dridhen. Zgjedhja është e jotja, por çdo zgjedhje e vogël e duhur sot, çdo moment kur qëndron atëherë kur impulsi thot largohu, çdo moment kur pranon të mirën pa e sabotuar, çdo moment kur e lejon veten të arrish, ndërton diçka. Ndërton identitetin e ri, dhe identiteti i ri bëhet realiteti i ri. Jo sepse bota ka ndryshuar, por sepse ti ke ndryshuar. Nëse kjo video të ka prekur, nëse ke njohur veten, lë një koment poshtë tani. Shkruaj, lejoj veten të arri. Kjo nuk është vetëm fjalë, është akti i parë publik i angazhimit të ndaj vetes, dhe komuniteti ynë është këtu t'ju dëshmoj. Nëse kjo video po të ndihmon të shohësh veten ndryshe, subscribe. Çdo javë, psikologjia e thellë që ndryshon mënyrën si e kupton veten. Nëse dëshiron të vazhdosh këtë rrugë, shiko videon tjetër. Hy në thellë. E meriton të rilindesh me veten tënde.